Përshëndetje, në këtë podcast sot jam me dy kolegët e mi, profesorën e asociuar Orkida Ilolari dhe profesorën e asociuar Arben Cici, për të diskutuar zhvillimet ndërkombëtare në aspektet ekonomike, financiare, tregtare, gjeopolitike dhe gjeoekonomike, të cilat në këtë moment janë në një zhvillim shumë të vrullshëm, po prodhojnë fenomene të reja shpeshherë dhe të panjohura, po kërkohen zgjidhje dhe negociata të vështira për të gjetur një rrugë zgjidhje për gjithë këto probleme, dhe natyrisht këto kërkojnë nga secili prej nesh një reflektim, një analizë, një studim, elementë të cilët në Universitetin Mesatar të Shqipërisë janë pjesë e mënyrës se si funksionon kërkimi shkencor, si funksionojnë analiza, departamentet, sidomos departamenti i marrëdhënieve ndërkombëtare, i shkencave politike, departamenti i financës apo i ekonomisë, përfshirë dhe departamentet dhe fakultetin e teknologjisë e informacionit, pasi një pjesë e rëndësishme e këtyre gjithë zhvillimeve lidhet dhe me inteligjencën artificiale dhe me përmasat shumë të gjëra që ka marrë në jetën tonë përditshme, jo vetëm atë ekonomike dhe financiare. Kështu që sot do diskutojmë për mënyrën se si ne i analizojmë, si ne i diskutojmë, si bëjmë pjesë në këtë diskutim dhe analizë, jo vetëm profesorët, kolegët, bashkëpunëtorët, po edhe studentët, cilët përfshihen në këto analiza shkencore, në këto kërkime shkencore, në këto konferenca dhe workshope që ne organizojmë për këto çështje kaq të rëndësishme. Atëherë, po fillojmë me një këndvështrim më të përgjithshëm mbi dinamikën e këtyre zhvillimeve të reja në aspektin gjeopolitik dhe gjeoekonomik, duke ju drejtuar profesor Cicit në lidhje me çfarë janë këto zhvillime, pse gjithçka duket sikur po ndryshon shumë shpejt dhe me çfarë duhet kemi qoftë frikë, qoftë dhe të marrim masa për ta përballuar sa më mirë ne si Shqipëria apo si rajoni i Europës juglindore. Faleminderit profesor Civici. Është e vërtetë që shpejtësia marramendse i zhvillimit të këtyre të dinamikave globale duket sikur është në garë me rritjen dhe me zhvillimin e inteligjencës artificiale. Por kjo nuk është një risi, pavarësisht dinamikës që ka. Risi është vetëm mënyra se e shpejtë, pra shpejtësia se si këto po ndryshojnë. Sot ndodhemi në një periudhë që mund ta quajmë pa frikë të përballjes së fuqive të mëdha. Dhe kur themi të përballjes fuqi të mëdha të vjetra tradicionale dhe fuqi të reja, të cilat natyrisht që kërkojnë hapësirën e tyre për tregje, për zhvillim, për korridore të energjetikës dhe natyrisht për të qenë sa më prezent në hapësirat e globit ende të pashfrytëzuara ose të shfrytëzuara pjesërisht. Por nuk është vetëm këtu. Natyrisht kjo luftë ndodh edhe në hapësirat ku dikur ka pasur një farë qetësie dhe zonat e influencës ishin të ndara. Nga pikpamja gjeopolitike kjo nëse kalojmë pak në histori pas periudhës së qetë të ndarjes së zonave të influencës mes dy fuqive të mëdha që ishte një ndarje ideologjike, me përfundimin e luftës së ftohtë, kemi një hegemoni të plotë të Shtetit Bashkuar të Amerikës sa i takon politikës, sa i takon peshës ushtarake, sigurisë dhe natyrisht edhe tregjeve. Por shekulli e 21 së bashku me zhvillimin e teknologjisë ka sjellë dhe një zhvillim dhe një rritje të fuqive të reja ekonomike, të cilat nuk janë më vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi një Rusi që ngrihet, është një Kinë që sot është kthyer në një fuqi të dytë globale botërore sa i takon zhvillimit ose GDP-së të saj. Ka fuqi të tjera të cilat që kanë lindur në Azi, është India, është Japonia që kërkon tregje të reja, dhe natyrisht ka dhe fuqi të tjera të cilat kanë në Amerikën Latine, të cilat ofrojnë tregje por dhe kërkojnë tregje. E gjithë kjo së bashku me ndryshimet më të fundit të politikës jashtme, sidomos asaj tregtare të administratës së dytë, administratës së re Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka sjellë realisht një përplasje të madhe globale, e cila reflektohet së pari, fatkeqësisht edhe për ne, në një
mënjanësim të asaj ku ne aspironim ta shikonim si një fuqi të vërtet global ekonomike të Bashkimit Evropian. Ne po shohim një kosto të jashtëzakonshme të këtij ndryshimit politikës jashtme amerikane në Bashkimin Evropian, i cili për së vërtetës ka një mungesë kohezioni. Por kjo ndihet edhe në pjesën tjetër dhe të gjitha vështrimet po hidhen drejt a do të ketë apo jo një vazhdimsi të multilateralizmit, apo do të kthehemi sërish në një hegemoni të fuqishme të Amerikës, siç vërtet kërkon sot administrata e re e presidentit Trump. Të gjitha këto që po ndodhin kanë krijuar atë që ndikon realisht në tregjet. Kanë ulur ndjenjën e besimit. Jo vetëm në tregjet, por natyrisht edhe në institucionet ndërkombëtare siç janë FMN-ja, Banka Botërore, por edhe më tej, edhe institucionet të cilat u krijuan për të mbajtur këto balanca në një moment caktuar, siç ishte G7 apo G8 ose dhe G20, të cilat nuk po prodhojnë diçka, të cilën njerëzit ose popullsitë e botës ta shohin. Ndaj kjo përballje ndikon realisht në tregjet ndërkombëtare, realisht ndikon dhe përpasoj ndikon edhe në mirëqenien e njerëzve dhe natyrisht në kohezionin e përbashkët sa i takon Kombeve të Bashkuara për një paqe të qëndrueshme dhe një zhvillim të qëndrueshëm global. Të gjitha këto natyrisht që ne përpiqemi ti diskutojmë dhe ti analizojmë së bashku me studentët në Universitetin Mesatar, në përmjet dialogjeve, në përmjet atij procesi që quhet paper reaction, të menjëhershëm mbas çdo ngjarje që lind, dhe në përmjet debateve që krijohen ose tryezave që krijohen me pedagog dhe me student, po natyrisht duke ftuar dhe një ekspert të huaj. Këto janë shumë të shpeshta në universitetin tonë dhe në këtë hapësirë akademike në të cilën ndodhemi, dhe më pas pasurohen në kurikulat të cilat pedagogët paraqesin për lëndët e tyre. Pra një updatim i përditshëm i të gjitha ngjarjeve në mësimdhënie. Faleminderit profesor. Në fakt situata është shumë dinamike, është në ndryshim të vazhdueshëm për shumë vende, qoftë mëdha, qoftë vogla. Duket sigur më shumë tashmë jam përpara pikpyetjeve se sa zgjidhje të cilat ato ofrojnë. Gjithë ekonomia botërore, financat botërore, tregtia botërore, gjithë mënyra se si funksionon tregu i energjisë, tregu i lëndëve të para apo shumë elemente të tjerë janë në një përballje me këtë ndryshim të vazhdueshëm. Dhe doja të drejtohesha kolegës Rokida për faktin që në Fakultetin e Ekonomisë kohët e fundit janë zhvilluar disa aktivitete që kanë të bëjnë me analiza, me studime, ka pasur disa artikuj shkencor të prodhuar nga pedagogët tanë bashkëpunim dhe me partnerë të tjerë, për të qenë brenda kësaj dinamike dhe për të reflektuar sa më mirë ato, po dhe njëkohësisht për të dhënë konkluzione dhe rekomandime që lidhen me këto zhvillime të reja që duhet pasqyrohen në politikat tona ekonomike dhe financiare. Çfarë po ndodh me tregtinë botërore dhe me financat apo me monedat kryesore botërore sot në këto zhvillime kaq të vrullshme? Për çfarë arsye po ndodhin gjithë këto gjëra? Janë thjesht pjesë e vullnetit politik të një lideri aty një vendi, apo janë dinamika që ne po përballemi në mënyrë të natyrshme dhe tani duhet të përshtatemi, të gjejmë zgjidhje që mos jemi në trenin e humbësve, po të jemi në trenin e fituesve. Sidomos për faktin që edhe vetë koncepti i globalizmit, e atij globalizmi liberal që ka dominuar pjesën politike, diskurin politik dhe shumë zgjidhje sot në botë, është vënë pikpyetje përballë një tendence proteksioniste, një globalizmi të segmentuar, apo qoftë një globalizmi ndryshe në këtë dekadë të re, po themi, të shekullit 21.
Faleminderit profesor për fjalën. Në vijnë sipër çfarë juve na shpjeguat për pjesën e globalizmit të segmentuar, unë do ta ndalesha pak te kjo pjesë, sepse shumë ekspertë sot po e cilësojnë si deglobalizëm, i cili erdhi në fakt si pasojë duke filluar që nga Covidi, ku shumë vende ndryshuan dhe zinxhirin e tyre të furnizimit për faktin që izolimi bëri që këto vende zinxhirin e tyre të furnizimit ta kishin me vendet fqinje dhe vendet afër aty ku kishin dhe konsumatorin, dhe në një farë mënyrë filloi ky lloj segmentimi i tregjeve për shkak të Covidit. Më pas u vijua si janë një sër faktorësh me pjesën e inteligjencës artificiale ose të zhvillimeve teknologjike, të cilat ndikuan pikërisht duke ripozicionuar tregjet në vimësi të këtyre inovacioneve, blockchaineve, të inteligjencës artificiale, të big datas. Dhe pikërisht në një farë mënyrë korporatat filluan të vetë rregulloheshin strukturalisht brenda tyre, dhe në këtë anë filluan dhe vetë tregjet ku këto korporata ishin pjesë e këtyre tregjeve të bëheshin një lloj ristrukturimi, i cili tashmë nuk ishte ciklik, po ishte strukturar. Pjesa tjetër ishte dhe lufta në Ukrainë, e cila vijoi pastaj me krizën e energjisë, dhe kjo ishte një faktor i cili ndikoi dhe i tronditi këto tregje, por dhe nga ana tjetër do të thoja që tarifat e presidentit Trump, që tashmë edhe janë filluan të aplikoheshin, këto tregje i ripozicionuar. Dhe çfarë po ndodh? Po ndodh ajo që tregjet tashmë kanë ndryshuar këtë lloj zinxhiri të furnizimit dhe të prodhimit, mundohen të krijojnë kontrata ose vetë korporatat brenda të gjejnë kontrata me ato vende që janë mirë pozicionuar politikisht, sepse nuk shikohet më sot që do të bësh një lloj kontrate, nuk shikohet më vetëm si është e pozicionuar financiarisht, por edhe si është pozicionuar ai vend politikisht. Pra lidhet në një formë lobimi, është ajo që tha dhe profesor Cici, që pjesa e gjeopolitikës tashmë është shumë po bëhet e pandar me pjesën e tregjeve dhe pjesën ekonomike, dhe tashmë është një pjesë shumë e rëndësishme e çdo lloj korporate ose çdo lloj tregu i cili kërkon një treg të lidhet ku ai është e pozicionuar shumë mirë politikisht. Nga ana tjetër vlen të përmendim janë dhe vendet të brisk, e cila në një farë mënyrë ka zhvendosur dhe gravitetin ekonomik, ata po mundohen, këto lloj vendesh po mundohen të krijojnë dhe monedhën e tyre, e cila ndikon pastaj dhe ke pjesa e dollarit, por mos harrojmë që shumë kontrata janë pas lidhur në dollar, dhe tashmë do eliminohet kjo monedha, ata do krijojnë monedhën e tyre ose monedhat e vendeve e fqinje ose të vendeve që janë pjesë e brisk. Pra janë një sër faktorë që unë i preka pak nga pak, domethënë pak cektasi, po jo për të hyrë në thellësi, të cilët kanë zhbalancuar këto lloj tregjesh. Pra ekspertët sot po thonë deglobalizim, por faktin, sepse janë këto faktorë që ndikuan, pra e segmentuan këtë globalizim, por është dhe një element tjetër që ata po e përmendin, që janë friendshoring, që është pikërisht një terminologji që ekspertët po e përdorin, është pikërisht këto lloj tregjesh kërkojnë tregje të cilat janë të pozicionuara mirë politikisht. Pra nuk lidhet më ekonomia vetëm në bazë të ofertës dhe të kërkesës parashikimeve dhe si është pozicionuar financiarisht, por a është mirë politikisht. Më pas tarifat që u vendosën në një farë mënyrë e segmentuan dhe këtë gjë, dhe janë një formë gjërash të cilët kanë ndikuar që këto tregje të kenë një lloj zhbalancimi dhe nuk janë më të parashikueshme siç kanë pasur më parë, por pikërisht ndodhin përpara këtyre fenomeneve. Inteligjenca artificiale pastaj bëri ato që ne gjithë po ndodhemi përballë këtij revolucioni. Duhet të them, nëse duhet prek pak pjesën e sektorit bankar, bankat qendrore po mundohen të ripozicionohen ose të marrin action rreth monedhave digjitale. Fintechët që janë tashmë po konkurrojnë bankat tradicionale, bankat po kthehen në një farë mënyre klient të fintechut. Pra, është një lloj revolucioni si në tregje, por dhe në sistemin bankar dhe në sistemin financiar. Do të thoja që bankat qendrore normalisht kanë përgjegjësinë e tyre të pjesës së rregullatorit, të cilët po ndodhen përpara faktit që duhet të shikojnë pjesën ligjore, por në vazhdon e gjithë këtyre çfarë përmendëm, normalisht universiteti ynë
përveç faktit që mundohemi të ecim me këtë lloj hapi, jemi gjithmonë pjesë e këtij diskuri dhe mundohemi që në një formë, në një kohë reale, ne të mundohemi të updatojmë kurrikulat tona, të shikojmë programet tona, të i shikojmë këto lëndë ndërdisiplinare, se tashmë ekonomia nuk është më e ndarë, por është në formë lidhet shumë me pjesën, siç përmendi profesori, me pjesën gjeopolitike. Pra, nuk mund të jesh një ekonomist, nuk do të thotë që mos kesh njohuri ke pjesa gjeopolitike, ke marrëdhëniet ndërkombëtare, sepse siç shpjeguam, këto lloj tregjesh, këto lloj pozicionimi po kërkojmë. Ndaj në gjithë konferencat që ne bëjmë me studentët, faktikisht ne vetë si pedagog mundohemi të krijojmë produkt të cilët hecin me hapin e kohës, konferencat ku ne marrim pjesë, paperat ku ne marrim pjesë, ne kemi një revistë shumë të mirë në universitet ku bashkë me partnerë të tjerë të universitetet e tjera mundohemi të japim inputin dhe të japim të dhënat më të fundit të cilat tregjet sot po na diktojnë. Pra na lind një detyrë shumë e madhe që nuk është çështja vetëm ne jemi profesorë në ekonomi, të shpjegojmë vetëm pjesën e ekonomisë, por të shpjegojmë pikërisht çdo lloj tendencash ku tregjet sot po kërkojnë balanca të tjera. Gjithsesi, unë do të thoja që ne jemi ndër universitetet të para në Shqipëri ku kemi futur programin e parë të fintechut. Unë e përmenda pak më parë që fintechsat në vendin tonë janë gati 12 dhe po konkurrojnë deri diku bankën për disa produkte dhe ne kemi në masterin shkencor një program të tillë ku përveç nes që japim mësim, kemi dhe ekspert nga sektori, të cilët janë pjesa auditorëve dhe ku ka më mirë se sa ata na japin fjalën e fundit të praktikës. Kështu që janë një mori gjërash që unë do të thoja që ekonomia më nuk është më thjesht ekonomia e cila duhet dhënë në ato forma dhe me formulat tona, po kemi dalë jashtë kësaj gjëje, lidhet totalisht me marrëdhëniet ndërkombëtare, me pjesën e jurisdiksionit, me pjesën e gjeopolitikës, ku tregjet sot faktikisht e shikojnë si kusht kryesor për të ripozicionuar në bazë të këtyre gjithë dilemave. Duhet të them edhe një gjë tjetër. Klima ka ndikuar shumë, pra ne sot jemi pjesë, çdo korporat sot nuk ka vetëm pjesën e menaxhimit financiar, por në drejtimin e tyre dhe në buxhetet e tyre ata financojnë për pjesën e ESG-ve, që është shumë e rëndësishme, dhe për mjedisin. Pra, një korporat sot, patjetër, duhet të ketë në buxhetet e tyre të buxhetojë mbi pjesën e mjedisit, ajo duhet të prodhojë duke ruajtur mjedisin dhe sot është bërë kusht, si dhe të jenë pjesa e ESG-s, që është tashmë një nga elementët kryesor të cilët në vitet e fundit ka qenë një nga shtyllat kryesore të Bashkimit Evropian për ruajtjen e mjedisit dhe të ESG-s. Kështu që janë një dinamik. Orkida, po vazhdojnë në të njëjtën linjë, sepse në fakt duke parë edhe një pjesë të temave të masterit që përgatisin studentët tanë në degë të ndryshme, duket sikur kanë filluar të jenë më shumë prezente tema dhe kërkime që janë më aktuale, që kanë të bëjnë me pozicionimin e vendeve BRICS, pra të fillimisht pesë e famshme Brazili, Rusi, Kinë, Indi dhe Afrika e Jugut, por tashmë me një grup që tenton të zgjerohet të shkojë mbi 35 apo 40 shtete. Njëkohësisht është me shumë interes të shikosh që një pjesë e temave të masterave po dhe të doktoraturës po prekin çështjet më të mpërta dhe më aktuale që kanë të bëjnë me kriptomonedhat, me luftën monetare, me nevojën për ristrukturim dhe reformim të institucioneve të Bretton Woodsit, si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Organizata Botërore e Shëndetësisë apo institucionet tjera. Si mendoni ku qëndron aspekti pozitiv i përfshirjes të studentëve dhe pedagogëve në punën e tyre kërkimore shkencore për këto tema që janë aktuale, që prekin në një këndvështrim më të gjerë, edhe ato që Orkida përmendi, që tashmë fenomenet janë bërë më komplekse, nuk ka më, si thua, kërkim i pastër vetëm në një fushë, po multidisiplinariteti është bërë pjesë e mënyrës se si studiohet dhe si analizohet. Ndoshta cili është komenti dhe mendimi juaj për sa i përket vlerës së kësaj tendence të re në kërkimin shkencor të universitetit, të studentëve, të botimeve tona, për të qenë pjesë e dinamikës më bashkëkohore të këtyre zhvillimeve? Faleminderit profesor. Është një temë shumë interesante, e cila cek natyrisht jo vetëm studentët, por
përfshin pedagogët domosdoshmërisht. Sot ndodhemi të gjithë ne, po sidomos studentët, ndodhemi përballë një morie të madhe informacioni ose informimi që vjen nga të gjitha anët dhe nga mjetet e informacionit që ne kemi në dorë, që ne zotërojmë. Ndaj, kjo përballje me informacionin për studentët është një mori e madhe informimi dhe ka nevojë të orientohen drejt qasjes më të afërt shkencore, natyrisht dhe drejt të së vërtetës. Ndërkohë sfida e madhe është për pedagogët, të cilët natyrisht duhet të jenë po aq të informuar dhe më mirë të informuar për të qartësuar natyrisht studentët dhe interesin e tyre me çfarë po ndodh realisht, duke u përpjekur të heqin me një anë të gjithë pjesën e asaj që quhet keq informimi ose informimi i keq me dashje, në ndërsinë të cilit ndodhet jo vetëm shkolla jonë, jo vetëm Shqipëria, por edhe Ballkani dhe gjithë bota, dhe për t'ju qasur temave të cilat janë më aktuale, po natyrisht edhe më interesante dhe më të prekshme për Shqipërinë. Si reflektohet edhe te kërkimi dhe te këndvështrimi i studentëve dhe pedagogëve në këtë aspekt, lufta tregtare midis SBA-s, Kinës, disa vendeve tjera, apo gjithë zhvillimet që ka grupi vendeve BRICS për sa i përket edhe përpjekjeve që ata po bëjnë për një monedhë tjetër ndërkombëtare të tyre, për të krijuar disa institucione paralele të ngjashme me institucionet e Bretton Woodsit dhe përgjithsisht pasojat e kësaj lufte tashmë tregtare që sapo vjen dhe po bëhet më e ashpër. Së pari nuk është vetëm kjo, pra studentët kanë filluar të interesohen natyrisht për BRICS-in, i cili është një fenomen sfidues për ekonominë tradicionale botërore të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por mos harrojmë që në Evropë dhe në Ballkan janë dhe dy nisma të tjera shumë sfiduese, të cilat janë nismat kineze, një brez, një rrugë dhe 17+1. Të gjitha këto janë pjesë e debatit në audiencën, pra debatit në auditor me studentët, dhe janë pjesë e interesit të tyre për të zgjedhur tema dhe për t'i trajtuar si nga pikpamja ekonomike, natyrisht nga pikpamja e marrëdhënieve ndërkombëtare. Të gjitha këto tregojnë që ka një ndryshim të madh në burimet njerëzore, në burimet energjetike dhe në korridoret e reja për shkak edhe të ndryshimit dhe të qasjes së vendeve drejt diversitetit të burimeve energjetike. Por studentët kanë një interes të jashtëzakonshëm. Nëpërmjet atë që përmenda pak më herët, nëpërmjet konceptit të pay per action, ne shohim një debat të hapur, të lirë, shumë të çitër, madje edhe ndihmues për pedagogët sa i takon qasjes së studentëve mbi këto tema. Ta janë shumë të interesuar të dinë çfarë ndodh jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë ndodh në Evropë, si përballet Evropa me këtë, çfarë ndodh në Ballkan, çfarë ndodh në Shqipëri dhe cila në fund të fundit cila është e ardhmja e tyre nesër në një treg të vogël siç është Shqipëria, në një treg pak më të madh siç është rajoni dhe një treg më të gjerë siç është Evropa. Dhe ne flasim dhe diskutojmë në auditor se si ata nesër mund të përballen me fenomene të tilla në përditësinë e tyre, ku tregu sot i trajton në mikro, nesër do t'i trajtoj edhe më tepër, por kur nesër ata dalin në treg dhe kur t'jenë në tregun e punës, do të duhet që të kenë informacionin e dur për t'ju qasur me qëndrimin e dur gjithë fenomeneve të cilat është nëntrysni dhe shoqëria shqiptare. Të gjitha këto ne i trajtojmë nëpërmjet pay per action, si thash, nëpërmjet detyrave të kursit, por natyrisht edhe nëpërmjet metodave të tjera të cilat janë nëpërmjet sjelljes së pamjeve aktuale filmike të fenomeneve të ndryshme që ndodhin në botë. Unë shikoj një rritje të interesit të studentëve dhe kjo vjen natyrisht
nga burimi informimi që ata kanë në dorë, i menjeshëm, dhe kjo është një sfidë e madhe për pedagogët, për të qartësuar dhe për të lehtësuar dhe për të pastruar gjithë atë pjesën e jo të domosdoshme të informacionit që ata kanë për këto fenomene shumë të rëndësishme që ndikojnë në jetën tonë, në shoqërinë tonë dhe në fundit në mirëqenien tonë dhe në ekonominë tonë, në ekonominë e familjeve dhe në të ardhmen e këtij vendi. Natyrisht është shumë e rëndësishme, do thoya edhe pjesa e pozicionimit të kërkimit shkencor në të gjitha nivelet, që nga pedagogët dhe ke studentët, largimi nga disa ideologji konservatore në kuptimin e qëndrimeve të ngurta, duke predominuar natyrisht analizat objektive, analizat e hapura, për t'ju përgjigjur këtyre ndryshimeve, dhe më e rëndësishme është që mos jenë thjesht dhe vetëm analizat se çfarë po ndodh, po të shoqërohen edhe me propozime ose me politika apo me rrugëzgjidhje të cilat shkojnë përshtat gjithë vendimarrjes shumë të rëndësishme që ne kemi. Ne doja të drejtohesha Urkidës me një pyetje. Shqipëria është në një proces shumë intensiv të integrimit evropian. Dhe natyrisht në kuadrin e hapjes grup kapitujve të ndryshëm, përtej asaj që deri tani kemi diskutuar, sigur ishte më kryesore që ka të bënë me aspektet politike, me aspektet juridike, me qarkullimin e lirë, gjithnjë më shumë po vinë në evidencë kapitujt që kanë bëjnë me ekonominë, me sistemin financiar, me sistemin fiskal, me monedhën, me tregues ndryshëm makroekonomik. Si do ta vlerësonit ju këtë fazë, ku tash për ne jo thjesht duhet negociojmë, po jemi përballë domosdoshmërisë së ndërmarrjes së disa reformave shumë të rëndësishme që shkojnë përshtat integrimit evropian, po njëkohësisht janë dhe reforma të përshtatjes së Shqipërisë me gjithë këto ndryshime kaq të mëdha gjeopolitike apo gjeostrategjike që po ndodhin. Faleminderit profesor. Në fakt Shqipëria është pjesë e këtij ndryshimi. Nuk është se i ka filluar këto reforma, patjetër, ka nisur këto reforma në spektrin e ekonomisë, më thënë të korporatave ose të bizneseve, por ajo çfarë ka Shqipëria, do më thënë që pjesën pak më të vështirë ka pjesën e digitalizimit ose të kostove që i duhet çdo korporat ose çdo biznesi ndaj teknologjive të reja, sepse këto janë kosto sot që rëndojnë mbi korporatat dhe mbi bizneset të cilat duhet të investojnë tek pjesa e digitalizimit. Dhe pse ata po hecin duke e bërë këtë gjë. Një pjesë tjetër e sistemit bankar, nëse do të ndalesha pak, bankat tashmë i duhet të ripozicionohen për faktin sepse inteligjenca artificiale shumë pjesë në sistem bankar sektor po i nxjerr në një farë mënyre duke i ulur vendet e punës, dhe kjo do të ndikojë normalisht dhe tek pjesa e punësimit, por inteligjenca artificiale duke vënë në disa sektor të sistemit bankar, ka rritur në një farë mënyre produktivitetin e bankave në kohë reale për të rritur dhe shërbimet, por nga ana tjetër ka ulur dhe disa vende pune të cilat këto ndikojnë. Normalisht ne bashkë me ta mundohemi që t'japim të bëjmë një produkt i cili shkon dhe për shkak tregut. Kështu që kjo është një detyrë kryesore që ne na lind, dhe normalisht në këto ndryshime që tregu po vijon, ne jemi pjesë e kësaj dhe mundohemi që studentin minimalisht ta ndjekim dhe jo vetëm të bëjmë atë llojin e qasjes, domethënë që pedagog student, por t'i japim atij dhe mënyrën analitike, të ketë mendimin kritik, sepse ata nesër pas nesër do jenë investitorë të rinj, ose që do jenë punojës ose specialist në këto biznese ose në korporata, por mund të jenë dhe investitorë të rinj të cilët duhet të kenë këto njohuri dhe të kenë qasje ndaj këtyre ndryshimeve që po ndodhin, ku sot tregjet, siç e përmendëm pak më parë, ndoshta deri diku ishin të parashikueshme, tashmë me ndryshimet e reja tregjet nganjëherë bëhen të paparashikueshme dhe ata duhet të jenë të prirur ndaj këtij fenomeni, dhe ne mundohemi që t'japim më të mirë në Universitetin Mesatar të Shqipërisë. Faleminderit. Pra, sot diskutuam për gjithë zhvillimet e reja të natyrës gjeopolitike, gjeoekonomike, gjeostrategjike që po ndodhin në botë, në rajon, po që direkt ose indirekt prekin dhe zhvillimin ekonomiko-social
edhe më gjerë të Shqipërisë, e cila vetë është në kuadrin e disa dinamikave ku më rëndësishme është dinamika e integrimit evropian. Dhe natyrisht duke pas parasysh që universitetet kanë dhe duhet kenë një rol më aktiv për sa i përket debatit publik, për sa i përket analizave, diskutimeve, studimeve shkencore të këtyre fenomeneve dhe zhvillimeve të reja që po ndodhin me shumë intensitet në botë. Ne trajtuam pikërisht këtë element, në çfarë këndvështrimi ne i shikojmë sot këto zhvillime, cili është mendimi dhe analiza jonë për sa i përket pasojave, efekteve dhe masave që duhet marrim për t'i përballuar sa më pozitivisht dhe për të përfituar maksimalisht nga këto tendenca të reja. Dhe ajo që është më e rëndësishme, duke pas parasysh edhe detyrën kryesore që kanë universitetet, përgatitjen cilësore të studentëve me njohuritë e duhura, me kompetencat e duhura, por të përballur me gjithë ndryshimet shumë dinamike që po ndodhin edhe në tregun e punës, sot kjo punë shkencore, ky kërkim reflektohet në të gjithë aspektin dhe procesin e organizimit të funksionimit të universitetit mesdhetar të Shqipërisë, për të qenë, si thua, në pararojë dhe për t'i dhënë njohuritë dhe dijet cilësore dhe maksimale studentëve që të përshtaten me këtë element, njëkohësisht duke pas parasysh dhe një element tjetër, cilën e kemi shumë në konsiderat, që ka të bëjnë me një përfshirje sa më të gjerë të pedagogëve, të kërkuesve, të studentëve në këtë lloj problematike për ta orientuar edhe kërkimin shkencor, edhe debatet apo të rrjetet argëllakta, edhe pjesëmarrjen në debatin publik, në mënyrë që mendimi jonë të dëgjohet, propozimet dhe sugjerimet tona të merren në konsiderat, për të qenë aktor aktiv në gjithë këtë proces dhe moment zhvillimi që ka Shqipëria sot. Faleminderit dy kolegëve, Orkidës, Arbenit, dhe mirupafshim në podcastin e ardhshëm.